Summer një kafe me labin mbështetet nga Prishtina Ticket, Aria Petrol, Pavin Cafe, Prime Travel, New Hotel Mediterran. Përshëndetje shikuesve të Summer një kafe me labin. Është kënaqësi që edhe sonte jemi bashkë me Taulantin, bashkë me Lumin, po njëkohësisht është e bukur dhe kjo pjesë këtu ku në këtë studio të improvizuar, po e marr kështu që New Hotel Mediterran ku jemi. Unë se di që du mu përmbajt, dhe se po bona shumë serioz, i kam 4 njerëz, domethënë që zakonisht me ta jemi gjatë gjithë kohës, edhe kështu. Ekziston domethënë gjatë tërë kohës, kjo e qeshmja që janë kohë pas kohë, po Adnani me Milotin ballë për ballë, është shumë e vështirë me mujt me ndajgjeni me tjetrin. Jo, s'ki nevojë. Jo, mirë jeni, shumë mirë jeni. Jemi një shoqëni që në fakt do të mundohem mish palos, dhe më thonë disa prej momenteve interesant të shoqënisë tonë dhe përjetimeve tona që kena. Na kejtë zezë. Kejtë zezat të njëni tjetër. Kejtë mundur e mirë shkon, mos mu qelë fort. Se kena mu këthyja petën shpe. Nuk po e di, apo mundesh me vrej që tavolin, unë i kom qitë qëto. Pse? Qëto, keni me fol, Qysh për shone, Tolant, mere qitë qelë të dhomës veç ke ma dhomen qelë, se në më dojtë të i qarë. Ja ma losh kam qa dhomë qelë, edhe nga ma net veç me më qudin shtratë. Se pe di që qam ka gjetë, ma si bodol erdha qam e Pse bash Taulantit je? Pse bash Taulantit? Ma ofër pa aje është ma më pesha, dhe në dhe që ka vanohet. Kjo shkon ma shpejt. Shka për bazën se lagësh, aninaj. Violet, është kënaqësi që jemi bashkë. Gjithashtu. Shkender është kënaqësi që jemi bashkë. Gjithashtu. Milot, faleminderit. Hera e parë është që jemi bashkë në një kafe me labin. 15 vjet hera e parë labin. Mbrapa Çudia. Violeta. Çudi. Edhe e madhe. Violeta çudi. Shumë Çudi. 15 vjet edhe hera e parë, më pas në emision. Është interesant, do të thonë që shumicën e sendeve kemi nda bashkë. Do të thonë as më tepër, duket pas parasysh që të kom pas pjesë temën, pjesë organizimeve të shumta të emisioneve, sendeve të kom pas një çfarë dorë djathtë, kështu që nuk ka jep mundësia kur me qenë kështu. Sonte kemi me qenë bashkë edhe kemi mundu me nda ndështë momentet më të mira që kemi. Problemi u konë gjatë gjithë ditës, si kom thonë që shko me ditur në menajt në emision, si mësu gjithë më konë Brapa. Më konektabën e ata në lukaj, hajde si. Po, komë më nu. Sot më ka upe dhe plazha, sot në kone kom ushtru qysh me najt në emision, qysh me full, kur të t'jabi qysh të dutush me pas kujdes, qysh me po se thesha ves qotë edhe i rëndit senet gota ta, dhe nga bërkohë. Adnanin e kam të pamunshëm, dhe me thonë, kur jam unë, Adnanin është Summer një kafe me labin, është pjesë e inventarit. Është hera e parë që unë po vim ma vonë se labi edhe po kthejna ma herët se labi. Po, se zakonisht dhe unë vim me kamermona dhe kthejna me... Kena mi nda disa për i momenteve, ndështë të mira, të bukura, interesante që nuk i thojmë ndështë shpeshere për të shikuesit, por sonte të t'i thojmë, apo? Po. I thojmë. Ashte. Si të mos Adnani krik ka mu qelë. Adnana e sigurt. Po unë zakonisht në për intervista më njef edhe ti jam shumë i sinqert, po nështë ka njëherë diçka që nuk është në interesin e qytetarëve edhe me qenë se na jemi edhe komedian, ka njëherë nuk është mirë dësa në mirujt për veti për arsye sa ta na... Labë edhe nëse s'kanë për me të thonë, në kom i shti për me thonë. Unë ke shtin tavolin me shtisin, mas pari. Dhe më thonë shtisi grupit. Kjo shtisi grupit. është Miloti.
Po. Okej, do të thonë, Mila, ti s'të shtesë, për të konë do më shti që tash këma me. Nanën, të zakonisht. Okej, po, zakonisht Miloti kërrejt dredhinat na bën, edhe na shtin konflikt, do të thonë me Adnanin. Konflikti I fundit ka qenë Adnan, pse s'pë zbulon? Konfliktin e fundit? Po. Kënë edhe disa këtë, so kem. Se ky mrena ditës 5 I bon. Jo, konflikti I fundit më I madhe që ka qenë në pse Kosovë. s'pë zbulon? Do më thonë, a ki diçka për më Gjithë zbuluar? përshirës. Shumë. Jo. Ja. Për shembull, Ja, unë jam me madhe. Alben, shkendash me mentorin. Unë jam me shtresa. Po. Unë me një shoqe timen, ta më dul timen, këtë najtë me në maj bazit. Me një shoqe të najtë në kafe që po, temën, edhe erky. Dhe I tha qike sa, ju dy diçka, ajo tha, jo, mërë tha, kom shumë shëkt mirë. Edhe unë fillova me shku... Edhe ti thira prën të mi që për... Po, edhe prën të me milotet, vlerësu ata edhe me unë pa, shkova me një punë temën, edhe ky ka hi në grup. Dhe me vlerësira për me vlerësua. Edhe ky ka hi në grup, edhe ke grupit, në grup kuptohet na dhe gruaja e milotit edhe burri I shkendës, edhe ju thetë që Adnani kish grup, po e teke me ta, qas shumë I binë, sa që labi thetë... Shumë seriozisht. Po, qas shumë I binë, sa që labi thetë, bën, kam ja dhënë blok qitash. Blok që ka mundësia, unë s'ka shumë me ta. Manipulus. Jo, nuk ishte... Jo, ti nonën mërë, nonën e vetë, Dëshmitare nonën ma lidhe. Nana fjala saj ka qenë që, po, ka qenë e vërtet, që ka qenë Edhe na e ka përshkru. Në shkruajta, po nuk e di kush ka qenë. Kam jaftu shumë e vërtet. Tani më thiri mu, thash unë s'fol me burrat martum. Unë jam martume, s'foli me burrat martum, edhe ashtë atë e qenë. Ai normal. Veç e di, kur kum hi në grup, do më thonë, kishin shkruar qas shumë, ma këse këta kena bacin e grupit. Do më thonë, baci qatë të shukni shtash Ama dhe dosmen ta kena organizu super, a? Dosmen, ku te Po, krejt, unë e pa ditë kur që organizu krejt. Na e bënë planë, do të thonë. Vish nusja nuk e pëdi e talo kush është, se këtu për me organizu dasmen Miloti I shkon për dore, për më heq, për asën e këtu që... Edhe ti homor edhe ndasëm tonë dhe kime bojnë. O homor unë të me... Po edhe muzikën e hyrjes e kiqe, lumin me taulantin këta gjithë thira, po dinum na. Na, kur që ka kanë qështëse. Edhe le krejt për ta qumë grunë dhe ta të pësum, të shkenda. Shë Violeta që... Ky është, ndëruar, ky është tisi që dhe që të ka përpunën komplet që. Kështu që, ndërsa po vretë, që një me, Janisa po në fundit pak më zgjënua. Përte, Janisa më zgjënu, falim deri shkenë. Shkenë, falim deri. Falim deri shkenë, se ko në fundit dhe më donë... Kena nisë me hinuj. Jo, me e forta e krejtë kësaj, dhe më thonë që Janisa, dhe më thonë të shpia, të thonë që ndresa, ata thirim shkenë dhe në telefon, dhe të qa me thirë, dhe këta se s'gëzoj qa me ongër. Qa që regjim që më shtini. Me shkenë të kshalut, a ka mundësi veç deri ka vitiri, mos e dopso? Kjo I dopsum ata. Jo, është I dopsum, po mos e dopso le që shtu veç edhe të vetë. Jo, mire shumë. Shkrija mu po ka venan që shtu. Mu po ka venan që shtu, po. Violetës sa kom hek dhe I tash të 11 kilogram dhe sa. Halo ko puna, 11 sa kom hek. Gam, se po thëm. Hajde. Po thëm, le që shtu dhe I për vitin e ri. Se më kanë met veç edhe 5 kate, në 27 majica, edhe 20 par pantolla më jam marrë. Ja ku ma këtë se nuk pi bingti në mo. Okej, dhe gjamë, para se me himu qelë krejt komplet të gjithë shkafit, tek përjetimet e të sendat, jo, tek përjetimet që I kena këto, është një summer menu. Milat, lexoja edhe për grupin krejt komplet, që ka përfshirë në summer menu. Salat verore. Unë nuk I hafart. Pyetjet e leta. Pyetjet e leta. Frutat e detit, pyetjet personale. Pizza beach, pyetjet argëtuese. Koktej, pyetjet rreth karrierës. Specat e djegës, pyetjet pikante. Edhe akolorja, që kanë dalë 3 persona. Akolori këto momente. Ku e din kush janë ata, pyetjet për fond. Okej. Çka do të shit pasina? Secili për juve keni ka 2 pyetje me zgjidh, ka 2, do të thonë 2 pyetje normal jon, po 2 numra. Prej nishit deri në 6 jon pyetjet në çdo menu, kështu që zgjidhe, cilën menu po don? 2 numra. Po, 2 numra. Në cilën menu? 1 dhe 6. Po në cilën? Në cilën menu? Salat verore, frutat e detit, pizza beach, koktej, specat e djegës edhe akolorja. Koktej. 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 Okej, cili numër ke?
Nishi edhe 6. Nishi edhe 6, okej. Cila pjesë e humorit tënd është marrëkëtuese në gjatë sezonës verore? Pjesa e Sofijës në përdashma kuptohet. Unë mendoj du me ta bashkangjit, ki me fut shpejt në trend edhe një që e qova ma herët në grup. Ajo sillja në bicikletës. Ambicien tënde sa i përket humorit. Po tash unë si komedian kam ambicet mëdha. Kuptohet, tash i kemi bërë 20 vjet karrierë dhe i kemi bërë vite që tash duhemi me pas kujdes se është ndrru gjenerata. Ambicia jam është mi përballu kohës edhe gjenerata që po vjen më ju përshtat që të njëjtën dashni me pas edhe ata për humorin që muj me bë. Okej. Violet, me Shkender. Shkend, hinë sallat motër. Hinë sallat. Sallat verore. Hajt sallat verore. Cilat numra? 203. 203. A qa për kam qef? Para më ndoshtit, para pyetje Shkendës e pja. Hajde. Pushimi ideal për Shkenda Dubovën është mali apo deti? Deti. Sa e lehtë, deti. Edhe? Cili numër ke tjetër? Edhe 3. Cila këngë të shoqëron këtë verë? Këtë verë. Po. Unë e di. Në respekt naj, nuk du me kënë. Na grupi e dina. E dim Na grupi e dim. Po nuk po ta kujtojmë. A shkojmë? Wow. Cila është konga më këtë verë? Wow. Hajde. Pret, okej. Kjo këqyr ma shumë filma, Shkenda nitet për filma. Filma. Muzikë të filmit veç që thua dhe keme në herëtin. I ngoj, okej. Në kote fund e ngoj Limanin, për shembull. Muna me thonë që kanë këtë yullet që është mira. Qaja. Sa të shpejt. Kyqet leta. Nuk jenë shpejt, për jenë profesionalista. Se mund me koni shpejt, për mund e bërë. Jam ka du me tre. Okej, Milet. Qit. Unë jam diet, lab. Unë jam diet. Okej. Guxoj pishkendës. Te kush tash ti? As kur gjo aty. E te frutat e detit, diet, po, bën. E jo marketa, frutat e di. Ose akullorëm. Edhe speca e djeks. Spesa djeks, kam. Nuk ka djeks. Ky janë djeks. Jo, lemi mu specat e djeks, apo të kursaj. Jo, puna diet ose i pota. Jo, E cilë hajde. çka Për të shkenda që bën Frutat e ato. detit. Frutat e Fruta detit. detin janë rregull, ti mos hapite e flia. Jo. Veç buk me sheqer ako. Okej. Okej. Hajde, cilat Ata fruta. po frutat e detit, po cili Fruta moli. Fruta moli. Cili numër? Shkona me nish edhe 5. Jo. Ka pyetje ka nishën. Se dha. Qyre, ti nëse është Ja, ashtu, nish. drejt, Ja, ja. nish. Kuroje të Ja. Adi nëse... Cilët janë personat, sumi emrat e personave që 7 ditë do t'ishe me një ishull me ta? Grupi, shurupi. 800 kajmak. 800 kajmak. A me sumi emrat, tu emrat? Mos na ndroni. Adnoni, Lopi, Qëndresa, Shkenda me mentorin edhe Miloti me Albën. Albën, dhe me tonë, këta janë dhe me tonë, okej. Edhe Se udhëtimi i fundit Por, aty ka një nënpytje që s'u ka lexan. Cilën ishte dash me eliminu prej ishullit. ishullit. Jo, asë. Jo, është obligative ose pije? Ja, jo. Violet, për këto. o ka shtin më në Po e di për Nuk thata, Miloti është kë, hini në grup, alo në grup. Këta qish me eliminu Milotin për shembull. Gjithë ki nevoj, o ka shtin më në, mos elimino kërkon. Elimino lje vetëm. Albën. Okej, edhe cila ke e dyta? 5. Edhe numri 5. Violet, cili është vendi që ti ndihesh pak më e qetë? Lifti. Kur t'je vetë. Ka shumë vende, po e tham shtëpia. Shtëpia? Tjetër? Shtëpia në Pej? Po edhe në Pej, po edhe Po në Prishtinë. po. Prishtinë, okej. Milat? Djeks, sa më djeks. Cilën e cilën? Një amaru të qevin atë Lab. Eca djeks. Lab. 3 edhe 6. I pas ka lexu. A thu? Po, se ka najtë lobi Nuk para besoj. Po ky i drejt ka donë atë. Jo. Okej, 3 edhe 6. A ke lexuar ndonjëherë ndonjë tash them që të ka bu me kesh kështu mos më nal.
për Adnanin. Ma herët ata që diskutum, në kom kesh, do më thonë, vete kom rritë, kom... Edhe gjashë ke po më do këta po? Po, gjashë. Ka dikush që të ka bërgj? Pa më ka bërgj Adnani. Qatë ka bërgj? Por që 5.000 euro ati ku me... Po, ato thonë të 2 vjetë. Jo, sështë... Unë edhe nuk jam... As jam bërgjli i keq, pas nuk e majnë dikush bërgj, do më thonë, pëse di. Thjesht se më ka kërkush, as i kam kërkujmë, menoj unë. Por që dhe njërë emocionale? Për emocionet bërgj, komi të shqipë që tash. Okej, do më thonë, pyetjet e menys kënë të leta, po? Po. Okej. Okej, shumë papi do. Pira nëna? Qenë këtu lab? Se cila ma eron të tjetra? Se cila ma eron të tjetra? Me thirë Gjokerin që t'joj me thirë Sadikun? Okin, Patosin. Po, për një me? Adnan, po drejton aty personal. Po, dhe me mu e, po pëse s'pjanis pështisi. Nëse një ish partnere e jotja, Po? do t'ullet me neve qëtu në tavolin. Okej. Qëfar më ndën që do të thështë për ty? Ose pije ose thuja? Jo, për thomë... Mos haro se na jena këtu. Na e dim. Jo, Deni, nëse veç i shull që s'kish doll, nëse veç i shull... S'kish ndodh. Po, dhe s'kish doll, se asë një arsye, po nëse i shull, mendoj që fjallët më të mira. Pse si shulla e me neve tash? Shtrohet pyetja. Po, nuk i shull jo, për arsye se nuk kish mujt me lidh kur gjo që mu një... Kur din më rëty? Pret. Ko ka dikush dhe më thonë që nuk ka lidhje heq me botën mediale. Jo. Nuk e lidh me kur gjo me juve, me neve këtu, me konë qëtu në tavolinë. Si dihet me shkajnë me të nga lidhja e jenë. Falo Adnan. Jo, unë veç po thomë që nëse kish me qenë këtu, fjallë matë mira, për arsye që unë investoj shumë në lidhjet cilat janë. Cilat lidhje? Lidhjet hajta lidhën besë nomen i fjekashte. I pështova papi. Pa ka letë në zbajgare? Violet, kush është personi ma i famshëm që ja kilon sin? Sin, Adnanit. Jo, laj mu s'maljan mu më kjellë. Jo, s'm ka ndodhë asë njerë. Jam shumë e përgjeshme, ja. Jo, seriozisht, jo. Hajde ti. Jo, s'm ka ndodhë asë njerë. Kushta ka hek ty follovin? Ha mu më ka hek shumë. Ja. Shumë. Ja, jo në shumë. Të unë në mësi rancë. O shumë interesant, ti veç a heku follovin edhe zina zet pëse? Jo, Violetën e njojmë gjithë se për shamull, sidomos kja nuk ja len kërkujsim, pas tjerë nuk ja lojnë Violetës. Gjithmonë si përgjigje. Po folun për Violetën edhe ju krejt e deni, do më thonë është, po thuja se vetëmja që është e respektume për krejt estradës. Po dhe një du krejtve, normal. Krejt e dojnë. E jo, është e vërtet që nuk... Letë është si këta digitronat që ju bojnë për krejt televizorat. Okej, në pyetja për të katër. Cili prej juve keni rajt në herë në ndonjë intervistë? Unë mas pak ti më konë intervista, kështu që s'ko më rajt. Adnani nashta? Me rajt nashta jo, po nashta në plan që kemi pas me realizu, nashta s'na ka dalë, po s'kisha me qujt të rënë, kisha me qujt dishka që s'ka. Mos realizim. Njerë pa të rajt, i ka lëzu që ki mu feju e mu martu. Po, vetë të konë emisioni e hajde që po rënë ma shumë. Kush është ma i pavlefshëm në stradë, Violet, si pas mendimit tënd, po? Jo, nuk mendoj që ka njës pavlefshëm, se cili është i vlefshëm diçka. Se cili e ka të veçurinë e vetë, nëse flasim për këngëtar, ose këngëtare. Se cili e ka veçurinë e vetë. Një adhurus, ose dëmi pas ti i vlim për diçka, do më thonë. Violet, kush zdin me kënu në stradë? Kush zdin? Miloti. Miloti kënë bukur, jo. Nuk është në stradë, Jo, nuk është në kënë stradë. Miloti. Do ja vërtetojmë që Miloti kënë bukur. Unë e kënë shumë bukur. Prima? Po, hajde, okej. 3, 2, 1, hajde, bra. O s'punojnë kante, jam të hec me brylla. O s'punojnë kante, jam të hec me brylla. O sa e bukur, hajde ken ka gjyla. O sa e bukur, hajde ken ka gjyla. Gjyla sa e bukur je. Gjyla sa e bukur je.
rakia, ashtë e mbyllur në shishe. O si rakia, ashtë e mbyllur në shishe. O ti me jemoj, shega deve dishe. O ti me jemoj, shega deve dishe. Gjyllë sa e bukur je. Gjyllë sa e bukur je. Po mirë është, për fillim. O që po më shetit moj, male fushën në koder. O që po më shetit moj, male fushën në koder. O sa e bukur, ken ka gjylla në Shkoder. O sa e bukur, ken ka gjylla në Shkoder. Gjylla sa e bukur je. Gjylla sa e bukur je. Ta për shkak se kishë shpik shumë të madhe me Olqinin dhe një e dyta që Gjeri zakonisht na lidh me Olqinin. Ja, da është kanga për një me që unë e du shumë. Është interesant se kudo që udhtojmë bashkë, kur do me njës diçka, ky kom janë si sa Që kanga me interesant gnu. kjo, E donë shumë. kjo thet shumë kësoj qika gjyllës në lidh që ja kanë zonë gishtat. Është një histori e dhimshme. E mo E gishta vlerësimi vetë, Dheqe. muj me Po, lirisht. kompotet. Po i pasha Lirisht, zotin ti pas ka mundesh marrë marrë më në me ngu e përplas, kesh, ma po t'kallëzoj Po drejt. veç në organizim, po jo në këndim korë. Ma ne punën atë që din mas mirë. Dëgjoni, Thumani është personin e strat që ka nevoj për 10.000 euro. Thumani emnin, emën du, nuk du, ose Ku jo pija. mërë mu. 10.000 euro, po Du ju mërë musi. nuk kanë lidhje këta, jo të tavolina, heq. O, S'ka më po na vynë me shkuni po shtep. Euro? Po, kush ka nevoj? Une, Shqipre Kelmendi. Okej. Jo, Zhelet? nuk e di se Qysh se din, ka kërku e din, kush, po. Ganja më i ka nevoj për që e të tonë. Ganja, shiti, t'ja përdo me fia. Une, Jo, jashtë atë. nuk e di se s'm ka lip kërkush bërë që me ditë. Nuk po lyp, nuk ka lyp kërkosh, po kush ka nevoj? 10.000 euro ka nevoj. Ka me bleni banesa, ka nevoj. Jo, s'kan këta, A jo? nuk janë Grupi, këta, jo? jo, s'ka s'kan. Ne atë pësëm ganja. Ganja, okej. Mori për 10.000 euro ka Okej. nevoj tonë. Po të done thash edhe une. Milat, kush ka botox në stradë? Kush ka botak? Po. është disa shumë e madhe, Emnin ose? Botak s'prej të me doj. Kini shok. Artista? Po, Thë, hajde ja pje. mashkull apo femen? O, te, ka do, moshkull, emën. Hajde ja pje. O, kush Aprin. Jo, prit me nëj kush ka botak, Nëse s'gaboj është Zati, ka... mëse, zgat, Jo, kur, prit ma. është kja këngtarja që e kënej ka të kangën i vogël, që që ka? E Shqipnisa? Jo, e Kosovës është... Ja, nuk e di, une. Nuk e di. Mos ta vanos se kena edhe punë tjera, urna vëlla me stimon. Po ne i thash që kanë shumë, po s'u kam Po, kujtohet. emën kanë shumë, s'po të kujtojnë Se emën. valla po në hasë moni që Po, duhet, ose, hajde. Që ka lidhe se botoksi nuk është dom, nuk ka keq Po jo, botoksi. dhe? S'ka kush që të keqe botoksi. Kur gjove që... Nuk e kanë zbuluar Ja, njerëzit. Jonida Maliqin, nëse s'gaboj kam. Okej. Që më dhe s'nina shumë me Isha ta. për 10 minutë, ja. Ej, te. Me zisprita. Shkend, Tulli s'ka Instagram. Jo. A ja kishe lonë Instagramin të 24 orë? Po. Gjithë qysh. Edhe Po, lavesh të Po kish shtrot bërë pyetja nëse... Po krejt. 24 orë, më mos me marrë Da, telefonin dorë. bilem kish pështu me majt 24 Ju kish bë kana gjeç aty. Ti te grave për të kallë. Bilem kish pështu 24 ditë se... Pe vren, do më thonë sot sinqert jena. Po, shumë me sinqert. na sinqert, s'ka nevojë. Definitivisht shumë sinqert. Okej, Që ta në Shkend, shoshnia. si pas teje, Violeta. Shoshni. Qysh është Violeta? Si pas teje, Violeta shoshni. Violeta është një njeri që ta fran mas pari, që ka shumë rëndësi. Edhe për mu, po dhe diqysh ta fran edhe është shumë e dashne. Edhe që qenë me kuqit shumë gjatë rrugës. Po, po tregon? okej, ta është mu Kjo s'm s'u ka ka ra. gjithë për këto se krejt e Për njojnë. shoshni, po. Ka që ti në me kuqit, Edhe për me gjithmonë... pas kujdes. Po, edhe diqysh gjithmonë... Kujdes fjallorit ka pas një frenat. mirë. Veç pojti ka Teresa, nënë. Leta është. Violeta e shumë dashuri. Po, Që ato e Okej. ka. Një Për Okej. atë frenat, Okej. ki ka pojet. Adnani? Adnani është qëro shyreti i grupit.
Me thonë Anonin e njoh ka shumë vjet që e njoh edhe s'dish nuk muj me do të thonë kjo budall. Lop e gjallë. Lop e gjallë. Që është më thetë, këtë nervozot, lop e gjallë. Nervozot me shumë të. A din do me thonë pa ta s'mujna me nejt. Do me thonë pa mi bon udhtimet ma të mira në herë Anonin, kështu që lop, mira. Po. Alba? Alba. Alba, jo. Dhe që tashti për shembull kote fundit na ka ra shumë me udhtu. Albën kur e këshyrin fytyrë do këtë si një fëmijë është shumë e bukur. Shumë. Dhe me thonë, nësti, Alba është, dhe me thonë, ajo angleska e grupit. Kena angleska. Kaltë edhe humorin që ka Alba. Humorin Smara një angles. njeri që e du shumë. Qëndresa. Qëndresa s'di, dhe me thonë njeri ma funny, ma e sinqert. Muna me përshkru Qëndresën funny edhe Qëndresa e sinqert. pishko në barnatore, mu shqitë si ha pishko në Benzedin. Në më thonë që fare Shumë e nervozot. bashkër. Thonë, Mirë, Shumë. Qëndresa! Love you! Violet, Miloti? Oh, Miloti. A që e kësha full? Tigri. Unë knaqna me kurtri me Milotin. Për me ka një humor shumë të mirë, edhe pse është tinc, i ka hije. Po. Ka pasher. Mentori? Mentori Tigri numër 2. Qëre, unë e gjithmonë këta, na shtyhemi, ti e din shumë i po përkallëzoj për shikus që shtyhemi shumë na duga gjini me këta tjerë. Po. Na jena shumë të mirë. Për shembull unë, Labi, Miloti edhe mentori jemi shumë njerëz të mirë, më përshket në pala. Për me jemi njerëz të mirë. Po, e kemi marrë edhe Piolon televizion. kemi marrë edhe nuset e mira. Si të shtyhen, dhije që këta vetë kanë komplekse që s'janë të mirë, apo? Se na s'kem nevojë mu shty, na veç jem. Shqyqyr se asë njerë se na kon rrezik, po me kon rrezik shqyqyr e kena mentorin. Ja po. Ja, po. Edhe Adnani që që tha, është shëreti. Adnani është shëretish. Po. Okej. Lap shqyqyr që të kemi edhe ty. Vajti. Ti aj që na i balanson gjana gjithmonë. Ato me kalzu drejt, që mos më konë kë me na bërtit, na Jo, dalëm na fare krejt. Dalëm me. Zani Që drejt. shumë në matë notë që na bërtiti. Mos më konë labë me thonë, a e normal, a e një budal, a në lion a herë. Por publikun është shumë interesant, një natën atë gjithë të full, përveç labe që ishtë montazhe, kishë rrok sikleti marrë në ulqinë, jo për një është një sfid, neve na shifë në këtë bukur. Është organizimi madh, S'kena po. sa ne po organizimi madh, veç u hije. Që ribe të bo ka që vonë? Po. Veç u shkepu më dhe ro me flasë. Natën. Natën e mirë u shkepu më. Adnan Shkenda. Po di, unë përveç Lenditës edhe Leonorës motra të mija, dhe më thonë pri nanës që ka mas ne vjen me ne Shkenda, vëdhem moti e njof, moti jemi rritë. Dhe më thonë, po pritoj me marë minuta se qka të thëmë qashtu është, dhe më thonë gjithë shka. Amo interesant, këtë njëtën fjallë atët edhe Albës edhe Qëndresës edhe Violetë. Është e vërtet, është tis. është tis. Kur mi ka thonë Nuk e përjashtoj edhe Albën edhe Qëndresën që për në menë kam bo pjesë e familjes, atë që i dojnë edhe... Një ti e me vullet, ti nuk jem të shka. Tra madhe. Po, ti motra e madhe. Kështë që Shkendën e kena një loqë të madhe. Miloti? Tash për publikun është mirë për në me mos me bëha mërë se njerëzit masanej nuk e din, po për në Miloti është shumë i kujdes shumë në termine, në grupin, si djallë është shumë relax me dalë me ta me pi kafe, si shok, kujdeset për ty, më është edhe me bëha mërë, po më është edhe naj tem që e ki qëfar do halli dhe më thonë, më është më ullë edhe me full me ta dhe nëse nuk ta zgjedh ato s'paku të këshillon. Edhe shok i mirë. Edhe na asni nuk dalmi pi shpis, pa e këllëzu Miloti që kena me vesh. Po, pak edhe kena bo teshat si të njëjta, se tu bleni venë. Për tesha, Shka ble. pas të folim, do më thonë gjune për vete, edhe një shoqe jam e angosht, Qëndresa, nga kur nuk blejmë, a gjithë nga shëllon për tiketa. Po, gjithmoni kanë këta teshat Ja po. vjen veç dy fjallë, mi folë për na gjithë nifi me zveti se na kanë lidhë puna, po ashtu edhe Qëndresa, Alba dhe... Mentori. Mentori. Po, për mentorin kësha pas që me folë diçka, për arsye se është vonë që ka ardhë të nanë, shish një tonë, po i thash një ditë të Shkendë, më falë, mos gjelezo, po mentorin pledu ma shumë se ty. Se mentorin për kush e një, kush e she, E ke të shmu se gjatë ditës edhe ka një fas në pishin, shumë të mërëll të ashtu sane, po me najt me ta është E ka do dëshmu, botë e fëmi, ka do dëshmu. botë që Para është mendoj shumë. mu Qëndresa, ma ka bu kur jo martu,
I kish pas thonë labit, ku la po i ronish. Qysh mundet që në shkenda me Qysh mundet shkenda me ta. po i ronë. Toli është super Ajo fan. Ndërsa ta shjon, shok më të mirë. Por ndryshe, gruaja Milotit e ka humorin ekstrem anglez. Shumë. Kur të bën ajo humor, ti dush monal se me të parën s'ki mundësia. Me kop. Sa normal. Fix. Milat, Toli. Shumë duhet për mentorin, qatë sa është i madhe dhe vetë ajo dhe fjallë ti ka shumë të dhaja. Po, mentori për një me, kur e kem njoftë në fillim, adem hera parë, kur e kom taku me shkenë, kom thonë, ku që shfol njeri me ta. O këtonë si më ka do, për një me ka paraqitja shumë i rondë, shumë si, po, për që është e kundër të asaj, sidomos me neve, fjalla, nuk e kom besu, dhe më thonë, me mentorin, po sheknaqesh, bon muhabet mirë, do më thonë, i ka gjitha, kur thëmë gjitha, i gjonë të mentori, do më thonë, është i pa përshkrushem, po edhe i pa zavendësushëm si njeri. S'po muj me thonë atë fjallën. Gjithdojnë atë ditë për ne. Jo, Adnanin, për një me, jam i shok prej se ja kom nisë në televizion që 15 vjetë, do më thonë, pa ndërprej, kem pas shëshni shumë mirë, rrujmë shëshni shumë mirë, e folim të mirën e të keqen e ndajmë së bashko. Së di, me folë për Adnanin, më kishë dashtë. Gatë, për një me e te për gatë. Qatë sa kom për me folë për ta. Se ja kom thonë asë njëherë, po për një me është, e ka një zemër shumë të mirë dhe shumë barë dhe dalën për me se kur kem nevoj për ta mi thonë qotë në sekonda dhe vjen, edhe është aty për ty kur ti ki nevoj mas shumë ti. Violeta? Violeta, no. E kemi një muhabet, krejt kundër të do më thonë prej krejt grupit, kur ulla veç me Violetën, plasem, do më thonë, sanet për familje, për gjithë shka. Nësonë njëna që thonë mas keshë në botë, veç e di ku e kam adresën e ku e kam derën, veç e di Violeta apo del poshtë. Kjo e den me njerë, kur i thëmë del poshtë, e den që kam nevoj mu shfryj me folë me ati. Dhe Violeta, unë personalisht jam shumë e fatë që është pjesë e jetës tam, e shëshnis tam, edhe është bo si familje. Unë mendoj që jemi krejt me fatë që kemi njëri tjetrin. Kështu, Mu më së me livdu burrin. Ja. Këto momente, po ndalin kamera, që kam kishit thonë? Lab. Sepre lap, për më shtenë. Unalën kamera, që kam kishit thonë Adnan? Alla be birë qëre. Jo, lap, dhe në vesh ka njerë kemi nevoj, mja thonë njën i tjetit se po harrojme dhe jeta për jesë shumë shpejt, dhe kur s'po dina deri nesër për me po des njëri pa ja thoni diçka. Veç për me, unë personalisht jemi shok shumë oti, veç personalisht jem shumë e fatë që të njofë dhe të kom shok se për një me i vetë një mos thonë, po për njerëve që më ka pa të kajtë, të kesh. Krejt dimenzionit atë në blakut është labi që më ka pa të më thonë, gjithçka. Edhe është pak ka njerë që më qërton edhe më ka bo pak ka njerë si nona, pëtin që më mund të legjerata, se kemë ndarë së Muhamit e ka këthym, tash laba pënole se si shken shpiqit Muhabet e ka me nonë. Qile dhe hesën banis. Ama ku ka nolë kë rrugës keni? Po, kjo ke shumë e mirë. Ku ke nolë rrugës keni? Vidosmës? Po. Kom një diçka? Se vende që kjo e do mas shumë, të zakon. Ma, qëmë rapa. Kemë dasëm të Muhametin i dasëm shumë e mirë, edhe ka këthym që ndresa kish nevoj me ndru fusonin mi vesh do të isha ma... Po, të njëre ka vëti qka. Edhe pjetët aja nalëm dikun, edhe a dikun anali, se kjo si të bo tora 10 anenaj, kjo zakonisht ka vesh me vorre. Anali të vorret, edhe unë në këj kom di që jem të vorët, që unë e ka gjami këtë edhe në telefon. Vesh kur ka thonë që ndresa, qa po këtë? Që më re vorët? Kjo hajë se s'ka lidhën të vorët, kom luë kër im koni vëgël. Më pire vesh me të kuqe lidhe s'ka. Kjo ka dhëmper që ka rëzit jeli. Okej. Me të mbërgjë unë edhe shkenda me folë për ty ka falen. Mu që kam pëlqen të ti, për shamu cili do për neve që thojmë diçka, e menon, edhe e përvecën për vetë edhe e praktikon, do më thonë,
që rrallë njerëzit e kanë ata kur dikush i fol për me marrë, me këqyrë, çka të ka thonë, domethënë. Ajo më pëlqen, domethënë, edhe shtyja. 15 vjet. 15 vjet duhet me fol rreth. Kush e bërë? Dona me kallëzu diçka une, sot që tash. Ja, pret, kush e bën nervoz Lopin mas bërë? Kush e bën Kush bën nervoz më shumë? Adnan. Kush bën nervoz? Çaj bëjnë? Po ja dushi këtë po ja. Hej, hiç bë. E na tjetër të më me qetësu lab, ka dal. E veç Ek mu pikë. Sa mlodë, sot se unë isha në faje së për shazum. Aty ne jena din atje. Te Ada Bujona, unë e pa të organizu. Po zbuzesha me të kallëzu Ma bëjke. Qa po shkoni atje? Kush ka thonë me shku? Ti ke organizatorit kryesor. Unë s'po qajt? Kjo është ajo. Edhe a di pse? Bravo. Unë s'po qajt? Bravo. Bravo. A i kom pru me vakt? Po, me vakt. Edhe a di pse? Ti ka menu se ose unë, Po, e kom ditë. zakonisht Unë me dash i dinë edhe këtë Veç Zakonisht fajet të ka fajet fajt milioti. milioti. Veç kallzoni që kanë herë edhe do foja ja lojna letës se ti vjen morë pi letës mi thonë. Po, kështu, unë e di që kena pas ultime të qëmta, kena pas përjetime të qëmta. Allah ile po të veti live kështu në emision. Okej. Qështu nive kur të në Miloti edhe toli në dhomë në Greqi. Po tash pram do shkojmë Greqi, unë e datlindjen edhe këta Surpriza më e madhe. Edhe çka thesha unë këta gjithçka e plotëseshin, edhe tash surpriza e fundit po më ngotoli edhe Miloti. Edhe s'm ka shkuar ashtu për mene këtë organizimi këtina. Unë Me shku këta me shku këta në dhomë, e qëndesa të kohën moni, me Albën e me këta. E morin këta qelsin në recepcion edhe hynë në dhomë tone. Edhe momenti që shkojnë në dhomë, e dhezi dritën. Fatmisht halo pa, se zakonisht shkojsh mi ndërësh mi teshat, fatmisht si s'kom desh teshat, apo din? Veç o dhezi një dritë dhe ka bërti toli, mu ju thonë, kje erqeth një që është, apo din? A dit ligën dhe kom, dzihen syt. Full perdja, ja nisi perdja me full, mos u tot. Mo veç më bërë përshtypje që s'na kanë për zonë prej që ati hoteli. Po, e vërtet. Për jemi në sezon ku Violeta po këndon, ku Adnani po bën humor, Miloti po organizon, e shkenda po i dopsan. Kështu që po vim drejt fundit edhe të natës edhe të bisedës. Edhe shkenda qëndresa edhe prezentan. Mirë, po jo që jeni në sezon, ta është shkenda. Alba dhe qëndresa, Janë më kënos. mi kënas. Faleminderit. Po prezenton sezon. Kjo është prej dëshirave, s'besoj që ndodh. Është prej dëshirave këty në vëtria, që nuk besoj që Ani pa mu. Ha? Jo, po nuk shkojnë, mos tani. Jeni në sezon, se na i përshme. Po vjeni natës, unë tu i dhonë zërë që mos me shku, mentori del thet, unë javë kry krejt. Po, pagu. Kjo është. Milat, qësh përshkojnë organizime, qësh përshkojnë puna? Mirë, në përgjithësi është shumë mirë, sezona ka fillu marrë mirë, gjithçka po shkon mirë. Normale ka stresin e vetë organizimi, e din edhe vetë se si jo ndarësmat, po shqyqyr Zotit është që na besojnë edhe kem rri me pas profesionalizëm të puna që e bojmë, edhe po na thjeshtëson edhe po është shumë e lehtë kur e dim saktë çka dojmë edhe jo vetëm momentet fundit me çiftet nuk e vendosim, po përgatitem një vit më parë për ditën e tyre martese, por në përgjithësi është shumë mirë. Violet, sezona, dasma? Sezona mirë, faleminderit, Zotit thëmun gjithmonë, inshallah kemi shëndetin, po interesant, sa ma shumë që po ka, ashtë ma shumë përgjithësi. Tharë po thëmë, okej, e di që këtë punë e kam edhe mundohem përgjithësi me kry mirë këtë si obligim, po gjithmonë përgjithësi, si më konë hera e parë. Po shqyqyrë Zotit, i kom bashkëpunëtor shumë të mirë, jam sezon ma shumë të bashkëpunimit i kom me Ismetin, Ismet Begjetin dhe me Vjollcën, Buqaj. Dhe më thonë përgjësi është mirë, po përgjësi e madhe, sinqerisht. Shkend edhe pse sezona e verës, qendra nuk ndalet, dhe më thonë, edhe puna vazhdan. Puna vazhdan, më rëndësi është që këtë vetë na u ka shtu Dubai, me Kenda Center, është tu Maroko, edhe Kanada. Që këtë vetë i keme 3 shtete shumë të mira që përveç 21 pikave që jemi në për krejt botër,
si vetë I kemi të shtetit. 21 pika, 21 për transmetohem, kështu që lobin e njështet. Po. Mua nanin unë është më në që si mos të në kanal. Për ndryshe, Kanal vizat I kena dytë, na gjënë që si mos. për ndryshe edhe Violetën tash e kemi marrë, ja kemi ek 11 kilogram, jena të fillu me seanca, masi vesh njerëzit e njofin edhe shofin. Kështu s'kom pyet kur ta kilogram ta jaruni dikun që me dash më këtë marë. Po, je I shkrin, direkt I shkrin aty, s'ka ma. Se qatë fund që e din krejt dy njoja që ka bëj. Adnan, qësh po jetë, sezona mirë është që Po, falë Zotit, faleminderit atij të madhit që na ka dhënë mundësinë që me humor me kanë afër atyneve që e kanë natën më të lumtur të jetës tyne. Përgjegjësi e madhe, jona përgjegjësi më e madhe se këngëtarëve për arsye se na kemi atë 40 minutë ose 30 minutë që është si minutat e basketbollit. Këngëtarët pa gazelle, pak mënën. Domethënë, po fatmirësisht tash e kemi fitu besimin edhe përvoja dhe ato, edhe ja kemi marrë dorën dasma edhe po përgjegjësia e madhe se nuk është koncert. E kima të thramë, ma të shirë. Nuk është koncert, është dasëm që dosh me kallëzu vetën për ato gjysore dhe ata 400, 500 ose 300 veta dosh me qukajt e kapë. Okej, për fund, dhe me thonë, pyetjet e fundit, po e lash dhe me thonë me bo për mbledhjen kësajt, Violeta dhe Ulqini. Nuk e di, ku do me shku në pushim, nëse nuk vinë Ulqin, duke që si më konë kërkont. Ndoshta pse më ka lidh gjithmonë si fëmi që kemi ardhë, është vendi që unë e du mas shumë t'im botë, është vendi që më qetëson. Sa herë që vi, pa marrë parasysh a është sezon apo jo, unë e ndodhë që vi edhe jashtë sezonës, është vendi që më qetëson, e du shumë. Kenda edhe Ulqini. Me Ulqinin krejt, na që të kemi ardhë krejt. Kështu që Ulqinin pëlqen shumë, e ka një farë fryme që më trullov, nështë edhe që ajo është. Kështu që kam kujtimet mira në Ulqin. Okej. Adnan? Vjetën pa të thonë me një intervist, është interesant, s'ka intervist që të se përmen problemet të panë. Tash kur pyete për Ulqinin, prap po vite probleme të panë, për arsye se I kom pas veç 21 vjet, shumë I ri, I pa përvu më njetë për kur gjo, përveç në fakultet filologjik, gjuhë dhe letërsi, edhe unë kom najtë 2 muj dit, 1 muj dit në Ulqin, çdo natë kemi performu me humor, dhe kur të vjen Ulqin, ka njerë ndollë që edhe bona me lot, për arsye se kam shumë kujtime, shumë thoja. Interesant, unë e kom prit bukurinë e Ulqinit, Ramada Krasiqi, Sinani, Afrimi, Meda në atë kohë, shumë, e tash po, ka ndryshu shumë Ulqini. Milat? Për dallim për Adnanit që tha, doke që ka ndryshu, gjithçka unë e menoj që sarë që dim doke t'i njejt Ulqin. Unë e du çdo cep të Ulqinit, çdo pjesë të Ulqinit, tash edhe po thoja si mbo dhe pjesë të Ulqinit banor, në thoj za, për shkak se veç jam bo me shpi këtu, edhe e du shumë. Ulqinin më kujton gjithçka, sidomos femirin, kangën, kurëni, Koko Gjambo dhe Makarena, ma kujtojnë mas shumë të, kanë qenë në vitet 96-97, të cilat I kom dëgju për herë të parë në Ulqin, që shumë shpejt, Tavlanti, faleminderit Tavlant, edhe si di, Ulqinin e du shumë, Nina si në shpitame, kudo që shkoj, kudo që imi konë qoftë bashkë, qoftë edhe vetëm, prap mos marrë të pakte në Ulqin veç 2 ditë, më doke që si më konë kur konë në detin. Violet, ke këndu në Ulqin? Me vite Neve si këngëtar na ka lidh shumë Ulqini edhe me diasporën. Po. Tepër se ka pas shumë diasporë që kanë në pushim edhe, domethënë këtu na kanë taku edhe na kanë pas si këngëtar. O që fa nostalgjie, kur po më kujtojt ajo koha, po kam këndu këtu me Afrimin shumë gjatë, kom kënu me Medën një kohë. Një kujtim që, a disa sa më vjen keq tash që s'është kjo rutina që shka qenë. Po tash që ka ndryshu Milotit. Po, për muzik, po kështu se qytet, si Ulqin. Kaloja që aty është, po se hekur. Po, edhe për mendorja është aty, nuk ka ndryshu. Tash faktikisht, me fol dorën zemër, jetë natës Ulqini, më nuk ka qysh kena dalë. Ka pas përpara, po. Derin 2-3 natës, 4 nuk ka. Po, edhe nuk dalim. A kështu natën e ka dhe më Edhe tash nuk dalim. Edhe ata? Ka lokale, ka
po jo këngëtar, që shkanar, Face është klubi mas Allegrës së zakonisht, Unë po. më thonë që na kem ndryshu. Na jemi Po që atë thash për alo të tosha. Kjo është dallim. Po mirë ki. Violet na ka rarë shumë shpesh me qenë bashkë, Adnan na ka rarë shumë shpesh me Shkendën edhe me Milotin. Milotin është hera e parë në intervistë me Shkendën. Nuk është edhe qashtë shpesh që jemi në për intervista. Shkendën është hera e tretë. Po, e me juve dyve dhe më tënë më ka rarë shpesh. A përsëritem në i herë na, kur bëjmë intervista? Jo, Sa? shumë interesant. Se kena gjithë që ka me folë. Kemi shumë gjona për me folë, so që edhe nesër me bëjmë intervistë kena me folë diçka tjetër. Plus ti jeve një person që nuk i përsërit pyetjet. Do më thonë gjithka nëzirë diçka tre prej neve. E vërtet. Ka intervista që në thëmë që ka të flasë, kur shkoj, që ka du me folë. Po jo. Pa, kanë të një intervist që me mu që kishit fshi diçka. Që kishim shi. Qa kësha fshi, po. Unë ka qenë shumë, edhe kemi kesh shumë, po dhe kemi kajtë shumë që s'm ka ndodhë mu në emision kur unë leta Lulja Shqipriu. Vitin e kalu. Vitin e kalu më plash, zjarë mi dhez, edhe kë pyet me kone kështë pini kafe, të më thonë, edhe normal, kafe me njerëgje që na mungojnë që i ka vdek, edhe kjo po full për print, edhe në tu ngu këta, zjarë mi valë të detit, kjo të full, më kapi një farë ashtu që unë jem që shme thonë, shumë, kaj kjo, t'ja nis me kajt Lulja, t'ja nis Shqipriu, u bo aty e te që të ka rikën peshqirin, e të pame. Ama këto e në emocionet e vërteta. Po, e vërtet. Ata dhe kështë dash me hek? Jo. Jo. Më lapë së ka boti sinqertë, se sa herë që është në emision të te, dhe kur dalë masa në e pi kafe, së di, inshallah e fshin, Po, qashtu thot. Jam vetëmi që... O shtesa, përshë. Ne e dim, po. Po, na pe dim, po. Labi, është knatësi, gjithmonë me artet i në emision, nuk e di pse ndihemi si më konë emisioni jonë. Jemi një hotel mediteran, dhe më tonë këtë tre përsa jemi këtu, është viti parë, Alben edhe Milotin, Shkendën edhe mentorin që i kom me veti, dhe më tonë, ashtë ma tepër që në këtë tre poshtë edhe qëndresa. Po në fakt ju dytë, që shu dok? Përgjithsi, akomodimi, që shpjo do këtë hoteli? Këtë fasu. O gjatë gjithë kohë se kemi diskutu punën e hotelit, rahatis, do më thonë edhe qëtësis, bili sot mas lajti me Alben kalum ka pjesa e plazhës vogël edhe tha nuk e di, tha si ke mujt, tha me naj, tha për parën, tha të hotelet që jonë poshtë pa keq kuptime, do më thonë jonë shumë mira gjitha asi, po rahatia, qëtësia që ta jep kë është... Për kujdesi plus. Kujdesi që ta, do më thonë është... Edhe une muna me thonë që kom thonë nështë atë njëjtë në gja. Ka vitet që nuk vi në qenë me bu pushime gjata. Do më thonë një dit, 2 dit, vi, mirë po. 5 dit, një javë, ta shë kime marrë destinacione tjera, edhe me qëtë hotel, edhe qatë dhomën që ma kishit bo. Në të vini për sëri. Mos renovimin, unë kam qenë edhe kur ka qenë i pa renovim, po tash me renovim. Jo, renovimi i ri, jam të Këdi është mënoj që standardeve komplet hoteleve që janë, do më thonë, si Turqia e Greqia, këto që i kanë, te për mirë. Faleminderit. Pyetëm për... Mishës na vetë neve se na këtu jemi si Po, se jeni një qëtit, po që ta pëtam. Unë e di planet e ty në fshefë 2 vjetë për para. A të më të kaldu që kanë me bon 2030. Ja, s'kine me, në regull era. Se shku të shka kanë me... A po donë më ta... Ej, knatësi pata që u pata edhe sonte pjesë e emisionit Një Kafe Mlabin, uroj që kemi kalu një natë bukur edhe edhe ju keni kalu bashkë me shikuesit e emisionit Një Kafe Mlabin. Faleminderit shumë që na thire. Isha më kishë mbet hatri, mësë me... Sara dhe verën tjetër. Faleminderit Lav, faleminderit që gjithmonë në këmë prapë me që pardo projekti që kemi pas, faleminderit për gjithë shka. Shëqo që të kemi. Adnan, faleminderit. Lav, faleminderit, na me ty flasë me gjdo dhe të rrim, po për mes teje shkojmë i gjdo shpi ku kena mundësi me thonë diçka dhe ata më në dëgju edhe kështë që faleminderit ty publikut edhe publikut që të dhojnë dashnin ty të shesa vite, e meriton se tash më slavdojnë shumë, po... Dashni për cilët edhe të na, më Bravo në për Lavin. Me thonë diçka. Qa thot Toli për Lavin? Është me tregu, fjallë të Toli. Toli, thot, Labi ju ka bo
Gjithë. Mi duar të kitje, vëlla. Ju ka bo gjithë dhe këtu ku jeni, ka fjallën, ju ka ngritë si artista, që është shumë e vërtet. Na ka përkra, na ka ngritë e Ka vërtet. përkra dhe Jo veç ne, po... është diçka e dëshmume. Mundën me mohu ose mos me tregu të vërtetën, po ajo do më thonë që ati ke bo gjatë viteve, sidomos 15 vjetë që më konone, edhe viteve më parë pol puna jote ma shumë se sa vetna. Unë e deshta veç me thonë falimderit shumë, edhe po besoj që prapë këmë në Ko gja e shlirush tash, ha? Jo, mas kamerave jam shumë marat, shumë ma mirë. Ja, po më shedur non-stop të më me... Kur fillom ja hi veti shu plok që tash, të më zdi qa me bo. Jo, mas kamerave thëmë pëse mërë po kanë stres ka asish, në ata shpe kuptaj. Okej, sada faleminderit, Oki faleminderit, Patos faleminderit, Ljom Taulan faleminderit shumë, Astrid Hajdar faleminderit, Halimit, faleminderit Ekremit, faleminderit Fisit, faleminderit gjithë ekipit emisionit Një Kafe me Labin, e duke më saruar as një minut, as një sekundë dhe Florin, montazherin të cilin fakt qëndron mbrapa meje, por duke mos i haruar edhe gjithë ekipin e hotelit New Mediterran që po e realizojmë emisionin Një Kafe me Labin. Jam me fat dhe falenderues sepse unë udhtoj bashkë me Prishtina Tiketin, për tokë jam me Aria Petrollin, kafen e shijoj të Pavin Kafes, por edhe tripat të ndryshëm të cilat fakt i udhtojnë për vende të ndryshme në për bregdete të ndryshme, është Prime Travel që është pjesë e imja. Valone Levenot Gashi, por gjithashtu një falenderim shumë të madh për radio televizionin 21. Kone, O i kena me kone. Një Kafe me Labin. Ciao. Radio televizionin 21. Gjithçka nisi nga një ëndër për të afruar Kosovën me botën. Një ëndër për t'i lidhur familjet, zemrat dhe historitë. Prishtina Tiket, kompania që e ktheu këtë ëndër në realitet, me besim, profesionalizëm dhe shërbim të përkushtuar. Me fluturime direkte dhe oferta të lira drejt Gjermanisë, Zvicrës, Suedisë, Finlandës, Slovenisë dhe Luksemburgut, ne kemi afruar zemrat, bashkuar familjet dhe bërë më të lehtë rrugën drejt vendlindjes. Me një klik ti rezervon udhëtimin tënd, shpejt, thjesht, sigurt, sepse çdo bilet është një histori suksese. Prishtina Tiket, rruga më e shkurtë drejt familjes, ëndrave dhe Evropës. Prishtina Tiket, emër i besuar në qiell. Një karrierë e gjatë, e bukur, tu i këndu jetës, gërbetit e shoqërisë, por mos o shumë të dashurisë. Çdo temë në jetë ka peshë, asnjëra nuk e përjashton tjetrën, por dashuria është krye tema e jetës. Kreç që duhet jetë është dashuria, edhe një espresso e mirë. Apo dhe espresso. Espresso apo espresso, me rëndësi Pavin Kafe. Pavin Kafe, aron dashurie,